Për të 31 herë të zgjedhurit e popullit dështuan të konstituojnë legjislaturën e re të kuvendit. Në një skenar të përsëritur, seanca u ndërprej në mungesë kuorumi, këtë herë me vetëm 47 deputet që morën pjesë në votim. Ndërprit këtë seanca dhe shihemi 15 qershor, në ora 11. Derisa sërish përgjegjësinë për bllokadën dhe krizën i ahodhi partive që në legjislaturën e kaluar ishin opozit, deputeti i Lëvizjes Vetvendosje Artan Abrashi dha një qëndrim për propozimin 15 pikësh të lidhjes demokratike. Ne kemi diskutuar atë që quhet plan. Dhe në diskutimet tona lidhur me ato pika që ishin aty, kemi arrit në një përfundim se ai propozim ka disa vështërsi të patekalueshme logjike për mi kuptu. Ndërkaq deputeti i Lidhjes Demokratike Ekrem Hyseni përsëriti thirrjen e kryetarit të partisë së tij për një qeveri kalimtare. Kemi një kuvend jo funksional, një qeveri pa legitimitet, ndërkohë që nuk ka as edhe një lëvizje që dalet nga kjo krizë, e cila është krizë dhe bllokadë institucionale. Si LDK ne e shohim me shqetësim situatën politike në të cilën jemi dhe prandaj kemi dalë me propozimin tonë. Por kreu i Partisë Demokratike Memli Krasniqi i propozoi LDK-s një qeveri pa lëvizjen vetvendosje. Matematika është shumë e thjeshtë. Unë e kam thonë për përsëris, vetëm 19 votat LDK-s, unë e bëj këtë tjera të bëhe me 61. Matematikën e dini edhe ju, edhe unë, edhe secili, tu ka deputet Kosovës, pa listën sëmshme që partitë e opozitës e bëjnë 61. Pasi tha se u takon krerëve të partive të vendosin për propozimin e LDK-s, deputeti i AK-s, Daud Haradinaj, tha se shpresonte deklarata e Glauk Konjufcës. Ne pasha deklaratën e ish-kryetarit kuvendit që tha në 2 javë të ardhshme mund të ketë ndryshime. Ma shumë jemi primi i besu ish-kryetarit kuvendit, që ndoshta do ta bëjnë një ofertë që la jap zgjidhje. Pasi tregoi se së fundmi nuk ka pasur kontakte me kreun e LV-s Albin Kurti, i pari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj tha se askush nuk i ka votat e partisë së tij pa marrëveshje politike, teksa u shpreh i hapur për planin e LDK-s. Pa marrëveshje politike, natyrisht nuk mund të ketë. Mund të ketë në një zgjidhje, dhe prandaj besoj që do të ketë shpejt marrëveshje politike. Seanca konstituive ka nisur më 15 prill, ndërsa ka vazhduar edhe 30 herë të tjera, me gjithsej 31 përpjekje të dështuara për të përmbyllur zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit.